Midja sot është mbërtëresha e frutave të detit dhe kreu i menus turistike të Sarandës, por ka qenë një kohë që ky molusk me vlerat jashtëzakonshme ushqyese as nuk dihej se ishte atje në ujërat e Butrintit. Për t'u gatuar në familjet sarandiote asnjë bëj fjalë, e kjo padjeni nuk i përket në një kohë të largët, por vetëm 60 viteve më parë. Historinë se si ndodhi që midja hyri në kuzhinën e gatimeve dhe u shtua në menun ushqimore e tregon 87 vjeçari Vangel Frango nga Jërgucati i Gjirokastrës, që punonte atëherë si mirëmbajtës në ndërmarrjen e rritjes dhe zënjes së peshkut në Sarandë. Midja nuk i njeh fare në Sarandë. Peshkatarët të vënë peshkojnë në manastir, ishin shtresa 1 metër të ngordhura. Një farkoj kështu në 65-ën, ishte një oficer sarandit që ishte transferuar në Shkodër. Në Shkodër ka vajtur një fabrik italiane që bënte pulla. Ai pa lindën e parë që transportonin sillën midjet italiane atje, bizetonin me drejtorin, i thotë kemi në Sarandë neve, dhe erdhi këtu, garkoi një makinë në manastir, erdhi ai, mori një 2-3 makinat me midje të ngordhura. Zbuluesi i rezervës së midjes, të rritur në mënyrë natyrale në vivarin e Butrintit, u bë inxhinieri italian i quajtur Antonio, që mbeti dhe veti befasuar nga çfarë i pan syt. Dërgojnë në ministria një Antonio. Antonio ishte inxhinier për rritjen e midjeve. Kur erdhi këtu në ndërmarrje, e morëm dhe quam në manastir. Kur pa të shtresat e midjeve, vajtëm në Butrindo, edhe thot tu keni një pasuri të veçantë, që ta kisha unë, tha, do arria Rockefellerin e Amerikës, si thot. E mbajtëm këtu. Antonio filloi të na mësoj në manastir, e mblodhem një 30 gradë të cilat bëjnë vargjet për të riprodhuar midjet, tharën e midjeve, edhe bëm impjantet. Vangeli kujton se italiani Antonio ishte aq këmbgulës për të shkuar deri në fund zbulimet të tij, sa aplikoi edhe recetat e gatimit të midjes në ishmensën e peshkimit në Vivar, ku gatuai vakti drekës për punëtorët e atyre viteve. Vangeli tregon se inxhinierit u desh të bëhej edhe aplikues e kuzhinier i gatimit të midjes, që u servireshin peshkatarëve si shtesë menus ditore. Fillojmë mbi po snjeshë si gjell, si ushqim. Në fillim në mezën e ndërmarrjes, Antonio mori dhe midjet që i nxirrin në Atena punëtorët, edhe i zënë atje dhe i tha kuzhinierit ta gatuash kështu, do ta bësh. Pas gjellës jepin dhe midjet na mësonin se si hahen midjet. Bëj sapti kur me zori engrëm neve kur na bënte Antonio atje në mez. Na i bënte jahni, na i bënte me makarona, na i bënte kështu vet gatuan dhe ai. Dhe në Butrindo që ka vajtur vet. Filloi prodhimi mirë, në treg nuk njehesh prap. Njehesh në familjet që punojnë në peshkim, si gjell, që na bënte Antonio. Edhe pas kësaj, Vangeli sjell në kujtesë se midja gatuaj vetëm në familjet e peshkatarëve, po flitej kudo për këtë ushqim të ri, por pranimi për ta futur gjerësisht në kuzhinën qytetare nuk ishte i lehtë. Sërish Antonio gjeti dhe sugjeroi formulën se si midjes t'i hapej dera dal nga dal, gati në çdo familje. Në momentin vetëm mendja Antonio se thot, dëgjoni, i bëjmë qeska, midjet të zjera dhe midjet të pa zjera me guaskat, do t'i çojmë në dyqanin e mishit dhe do t'i japim falas. 1 kile mishi, 2 kile midje, falas. Sa të mësoj populli. Edhe kështu veprua vërtet, s'kaluan 6 muaj, filluan pastaj njerëzit falas ishte, mirë, atë udhëzimin e Egjiptit e Hasapit do i zgjesh, do t'i bësh kështu dhe kështu. Edhe kështu filloi midja në fillim prodhimi edhe u hap në treg. Pastaj filloi tregtin mirë në Itali ai. Është rruga e parë, domethënë, e hapjes e midjeve këtu në Sarandë. Dhe në gjithë Shqipërinë pastaj filluam prodhonim, u bë impjantet në manastir, në Vivar poshtë. Filloi prodhimi barazi i midjeve. U investua për të shtuar njohjen e vlerave ushqyese të midjes dhe konsumin e saj, por u investua edhe për kultivimin e saj duke shtuar impjantet në Vivar e në liçenin e Butrintit. U arrit deri në prodhimin e konservave të midjes që shkonin në tregun vendas dhe në eksport.
Në vitet para 90-s prodhoi 1.000 ton midje në vit. Në 30 vitet e fundit, krevatinat e kultivimit të midjes me teknologji të kohës janë pjesë e peizazhit piktoresk që të shoqërojnë përgjatë udhëtimit turistik nga Saranda në Ksamil e Butrint.